Meteorologja Lajda Porja ka paralajmëruar afrimin e një vale të nxehtë drejt Ballkanit, e cila aktualisht ka përfshirë Spanjën, duke ngritur alarmin për ditë me temperatura të larta në vendin tonë gjatë fillimit të korrikut. Sipas Porjes, nuk pritet që termometri të kalojë 40 gradë Celsius, por vlerat prej 37 deri në 38 gradë Celsius do të jenë problematike nëse zgjasin për disa ditë rresht, duke shtuar rrezikun për zjarre dhe shqetësime për shëndetin publik. Pas datës 8 korrik, do të kemi disa ditë më të qeta me temperatura deri në 35 gradë, por duhet të kemi parasysh se në diell ndjesia termike mund të shkojë deri në 44 gradë, veçanërisht gjatë orëve të pikut nga ora 11 deri në 14, tha Porja gjatë një lidhje telefonike. Ajo u bëri thirrje qytetarëve që të shmangin daljet në orët më të nxehta, sidomos të moshuarit dhe fëmijët, ndërsa apeloi për kujdes të shtuar në zonat urbane me pak gjelbërim si Tirana, Berati, Gjirokastra dhe Kuksi, ku nxehtësia ndihet më shumë për shkak të sipërfaqeve të betonizuara. Emergjencat civile ndërkohë kanë shpallur nivelin e lartë të rrezikut për zjarre, veçanërisht në jug të vendit. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.